Përshtypjen se kur merremi me gjenezën e lindjes partive shqiptare mas vitit 91, është shumë vështirë të dallosh dinamikën dhe trajektoren që ato ndjekin dhe mos e ngatrosh këtë me atë që ishte një akt i madh i ndrimit sistemeve, i ndrimit sistemit komunist. Dhe në atë moment të gjithë ne kujtojmë mirë se kemi një farë moshe, rënja e PS-s, ose më mirë të themi aspekti qesharak i kalimit PPSH-s në PS ndodhi ky lloj tranzicioni, pra, që u duk artificial në atë kohë etj etj me gjithë reagimin e drejtori Agollit që e mbaj mend, u duk artificial sepse Shqipëria ishte në prag të përmbysjes së sistemit. Dhe Partia e Punës dhe Partia Socialiste në qershor 91 përjetohej si simbolika ose si thelbi, epiqendra e sistemit që po ikte. Ndërkohë që PD përjetohej si e kundërta. Për pasoj, në këto dy sigla, çfarë do emrash të merren ato, do të shkonte gjithë fluksi popullor në njërën anë, ose gjithë urrejtja popullore në anën tjetër. Dhe viti 91 është një vit ku realisht PS nuk mund të kishte si thot Frogu më shumë se sa disa mira veta, sepse ishte simbolika e të keqes. Ishte bardhësja direkte e një trashëgimie e cila ishte antipopullore dhe po rrëzoi me zhurmë, siç u rrëzua. Por unë mendoj që ky lloj fenomeni që ka pas të bëjë më shumë me rënien e sistemit se sa me vetë gjenezën dhe dinamikën e lindjes partive, u riformatua, siç ju e thatë me drejt gjithë këtu, vetëm një vit më pas ku ai elektorat i kamufluar, i zhgënjyer, i heshtur, që nuk doli nga shtëpit, i trembur, natyrisht dhe shumë i trembur dhe ka drejt Frogu, ai elektorat doli vetëm 4 muaj pasi ne përjetuam një palë zgjedhje që edhe sot i quajmë si historike, sepse erdhi PD-ja dhe iku trashëgimia komuniste, apo jo. Pra, menduam se, po, patëm gjithë iluzionin se. Pra, votuesit kanë qenë aty. Dhe që nga ai moment, besoj nuk ka nevojë ta kujtojmë që Partia Socialiste ka qenë në mënyrë konstante një parti më e madhe numerikisht se PD-ja, me diku ke 100.000 votat e pastra në garim të thatë në proporcional kombëtar. Pra, është, si thua, janë dy partitë cilat vërtet kanë pas piknisjet ndryshme, po kanë ecur kaq pranë njëra tjetrës dhe kanë ndarë edhe fate të përbashkëta në momente edhe shumë dramatike, sa që vërtet kur shohim atë moment fillestar të Sokol, duket sikur flasim për formacione tjera politike, jo për këto që sot janë